Që nga vitin 93, që ka filluar kjo, deri në vitin 2015, nuk ka shifër të sakt, por mendohet që t'jetë diku te $1 miliard. $1 miliard? Ai mund të kishte $1 miliard për largimet e padrejta nga puna. Ai mund të kishte qenë buxhet për Ministrinë e Kulturës. Mund të kishte qenë buxhet për ushtrin. Jo 1 milion, 1 miliard. Po mund të kishte qenë buxhet i shtuar për Ministrinë e Kulturës. Por me $1 miliard bën gjithë shkollat e Shqipërisë, bën dhe kopshet dhe çerdhet. Për periudhën 2015, 2022-2023, mendohet është evidentuar, minimalisht 130 milion euro. Ajde, mashallah. Të fituara gjyqe dhe të marra parat. 130 milion euro. Po, dhe për periudhën 2025-2028, për gjyqe që janë në procedur, po dhe gjyqe që janë duke u fituar, sepse është marrë vendimi në shkallën e parë, duke dhënë të drejtë personi që është ankuar, janë 12 milion, 13 milion euro, por nuk janë gjyqet që do zhvillohen për personat që kanë dalë nga puna tani, dhe që po dalin në vazhdimsi.